si ka raportet me gjestin? Me gjestin shumë të mirë. Unë e kam nisur disa herë jetën nga zero. Bota nuk do të ndaloj për ty. Bota do të vazhdoj të ecë. Nëse ti do rrëzohesh, nuk do vinë njerëzit të ngrejnë ty. Si kam një partner i cili është i lumtur dhe shpesh herë thotë që kam në krah një grua që nuk më ka kërkuar kur dhe sigurisht ndjehet krenar, jetë luksoze. Kush nuk do donte të bënte një jetë luksoze, por e rëndësishme është aje e mbushur në shpirt për ta bërë atje, se ka shumë gratë cilat e bëjnë këtë jetën luksoze, po nuk i kanë mikeshat, po nuk e kanë satisfaksionin, por kur e pyet për një libër, nuk di të më kthej një përgjigje. Mos t'i mbetim bërgjë dhe ndjekësve të në zonë, kur t'kemi postuar sot, du me thënë. Pyetja më shpesh që na është bërë, pyete si ka raportet me gjestin. Me gjestin shumë të mira. Shumë të mira. Ne komunikojmë shpesh të dy, është era e parë që po flas. Dhe unë e kam gjanë, vërtet e kam gjanë shumë, për te i lojës dhe gjithçka që ka ndodhur. Gjesti nuk me sjelljet e tij, po dhe me fuqinë që ka treguar periudhën e fundit, më ka mësuar që ndonjëherë për te atë idealit energjik jeton një zemër e madhe që uroj që Zoti me kalimin e viteve t'ja mbush plot se e meriton. Urojmë edhe ne të njëjtën, Rozana, faleminderit shumë. Kënaqësi shumë e madhe, do shifemi në projektet e radhës që po e shoh sytë tu që pas ke diçka. Kështu që do shifemi. Faleminderit shumë, si gjithmonë.